pikërisht data e sotme mërkur 1 tetor shënon ditën botërore të muzikës dhe sot jo rastisht kemi përzgjedhur një personazh i cili njeh shumë afër muzikën serioze klasike. Që nga mësimdhënia e Landës kryesore në shkollën e mesme të muzikës, harmonia e deri tek dirigjimi dhe kompozimi. Për mua është një person mjaft të them kështu i afërt, sepse është një mentor që mua personalisht ma ka ndryshuar jetën. Dhe sot në studio kemi zotrin Behar Veseli. Mirë se erdhe. Profesor, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe. Unë të lidhë emisionit i thash Valbonës, i thash Valbona 4 vite ka pyetur, erdhi dita që do ta pyesë Valbona apo jo? Payback time, ha? Payback time. Edhe ditë të shënuar e ke sot. Po, sot është dita ime. Do ta pyesim Beharin kështu. Muzika thonë që nuk ka atë. Atë i muzikës është gjithë bota. Sa është e vërtetë këtë profesor? Është shumë e vërtetë sepse është gjuha më universale, mendoj. Nëse njerëzimi do të kërkonte ose do të niste të gjejë një gjuhë universale të komunikimit, apo ose se si të afrohet, se si të zhvillohet, mendoj që muzika është e para që na bjen ndërmend, është gjuhë universale. Tingulli, çdo gjë domethënë që dëgjojmë rreth e rrotull, është muzikë. Jo rastisht dhe NASA atje dikun në space nalte ka vendosur muzikën e Johann Sebastian Bach, thotë nëse kemi dikush me kanë të komunikojmë, muzika e Bachut është e para të cilët ja prezantojmë atij civilizimi. Ta e ka bo NASA, jo ne muzicientët. Shumë e bukur. Unë profesor dua pak të kthehem se unë ju njoh në pjesën profesionale. Sot është domethënë një ditë super speciale. Nëse Valbona ka pasur të mira, kështu që nuk kam shumë problem për payback. Jo, kam qenë domethënë do ta shikojmë, do ta dëgjojmë, unë jam neutral. Mirë, po dua të di pse muzika, profesor. Kur ka qenë momenti kur ju e keni kuptuar që doni të mireni me muzikë? Si e ka zbuluar pasionin do të thuash, ha? Realisht ajo nuk është personale, ajo fillimisht ju atribuohet prindërve, konkretisht nanës këtë rast, me dëshirë në rezistrim shkollë të ullët muzikës, në asaj kohë në shkollën në ullët Kloni në Karposh, mendoj që Lazar Tërpovski e vatemën në shkolla, aty ka fillu gjithçka. Pastaj vjen ajo pjesa e shkollës fillore ka fundi, fillimi i shkollës mesme, ato rebelimet, ku do shkojmë, ku do orientohemi. Po, dhe unë e di, ju nuk dini, edhe në ajo koha që është do me thane fillimet e teenagerllëkut, e aty realisht më gjetë shumë gjëra në muzikë, shumë përgjigje në muzikë, shumë ngushëllim muzikë me kohën se si jemi rritë, unë jam gjenerat që jam rritë 2000-shet, jo kohë të lehta për vendin tonë. Pak sa e vështirë. Kështu që prej aty dhe pastaj profilimi realisht shkollë të mesme fakultet ka qenë kom pas aty një hamendje arkitektura për muzikë, po realisht kom vazhdu muzikë. Shikon se kemi lidhje me arkitekturën, sepse pak... E diskutuam pak më parë. është arti hapësirës, apo arkitektura. Është art. Arti hapësirës, kështu që realisht kom vazhdu me muzikë dhe nuk jo mas pak pishman deri në ditën e sotshme po mendoj. Ekzistojnë aty ato të voglat, po mendoj që një njeri gjithë secili njeri nëse është reali ka ato bllamajet e voglat veta gjatë jetës, por realisht nuk jam as pak pishman, shumë i lumtur me profesionin që kam, që profesionin që ushtroj e kështu me radhë. E keni filluar studimet që nga shkolla e oltë, në shkollë të mesme dhe në fakultet. Dhe si e përfunduat fakultetin, ju dha një detyrë shumë e rëndësishme, nëse nuk gabohem, gjenerata e parë. Për ta udhëhequr dhe për ta marrë postin e mësimdhënësit. Po, shumë e vërtetë. Unë e di këtë storje mirë, po ju si e keni përjetuar, a e keni pasur ndërmend gjithmonë që të jeni një mësimdhënës, një profesor? Realisht mësimdhënia, ndoshta edhe pse ka qenë edhe në shtëpi, për dy prindve kam arsimtarëve si më pensionu. Ne jemi rritë me ato bisedat pedagogjike, njëkohësisht që arsimtarët atë idealin që i kishin të kohës, të arsimojnë sa më shumë, zhvillohemi, civilizohemi të ecim, apo? E unë jam rritë me ato shembull, duke i pa prindrit jam rritë me ato biseda. Dhe ajo të krijon një farë lloj, apo? Një farë lloj pasionin në mënyrë pasive. Pa vetëdije, mbeten ajo në unin e njeriut. Në mënyrë pasive të vjen ajo ideja e mësimdhënies. Po që kyçem në shkollë të mesme të muzikës, ashtu si ka ardhur atë oferta, bim më një herë, jo. Më një herë pas diplomimit 2011. Realisht shkolla fillore, shkolla e mesme gjuhën shqipe paralel dhe filloi 2009. Unë jam gjenerata e tretë. Ti je gjenerata e tretë. Kështu që në deficit të kuadrit, pa të ardhur më një herë një ofertë për të kyç, me shumë përgjegjësi, me shumë ngurtësi dikun.
A jam I gatshëm apo jo? Tash Si e do shoh. faqon. Tash e shoh se atëherë për prizmën se atëhershme jo, nështë për prizmën atëhershme është edhe ajo më thoj za papjekuria e moshës disi të ngreh ma shumë, apo? A jam I gatshëm për të ligjeruar. Shikoj, apo ne jo? kemi qenë shumë skeptik sepse e morëm vesh që është një student sapo që ka mbaruar. Ne ishim shumë skeptik, mirë po. Kishte kriteri Ishte që ora e atëherë parë që vazhdon, ndryshoi gjithçka. Ishte ora e parë. Kur e kuptuam që profesori është mjaft serioz dhe është mjaft domethënë jep landën kryesore të harmonisë Ishte kërkues që atëherë, që në fillim. po që në fillim. Vetëm ashtu formohet baza. Po, me gjënat e bëra, realisht këmë qenë pak ma I rep dhe ma I ngurt tash kur e shoh, nështë edhe mosha e ban të vetën, atëherë si 22 Kondicioni po fillon. 22 Ka vjeçar, qenë fati jona. po 22 vjeçar, tash si 37 vjeçar nështë ndroj pak zërat, po realisht nuk I bi pishma, sepse nështë ta kam kërku pak tepër për tyne. Po realisht nëse marrë prej klasës që kom u theq, shumica kanë diplomu muzikë në drejtimet të ndryshme, janë sukses shumë. Kom pas një brum të mirë, realisht ka qenë një klasë të mirë, për cilës me gjithë se cilin ke mund bisedosht, kanalizosht dhe tush ti u theq, ti mundosh aty, dhe kam pas besim, kanë u theq rrugën, kanë baru studimet dhe sot I ke gjithë se cilin... Do më thënë janë të instaluar janë në profesion e muzikë. Po, absolutisht. Nëse nuk gabojmë, kemi qenë gjenerata e vetme që nga 13 nxënës, 9 nxënës e kemi vazhduar muzikën. Kemi etnomuzikolog, kemi 2 qellista, kemi violiniste, nëse nuk gabojmë një, 2 kompozitor, 2 kompozitor, një dirigjente korale një dirigjente korale, dhe a harrova dikën? Më duket që këto ishin. mendoj që këto je. Po. Po. A janë gjithë këta që I përmendet tani nuk është edhe numër shumë I madh, po a janë të sistemuar diku shumica e këtyre? Unë jam në studio bashkë me ty. Okej, ti një, minus. Po. Të tjerët Mendoj që këtu vetëm se mo të sistemimi ndoshta duhet prekim edhe shtresat e institucioneve dhe infrastrukturës të institucioneve, aty është vetëm se mo diçka a janë tjetër. dyert të hapura të shtetit konkretisht për Po realisht nëse hapen dyert, qëllimi jo, nëse qëllimi mësimdhënësit, po dhe gjeneratave atërshëm ka qenë të krijohen kuadrat. Në momentin që kemi kriju kuadrat, pastaj është politika e shtetit ajo që I cilat vendos. duhet të sistemojnë. Domethënë edhe unë e shoh edhe një herë kthehen nga ana po ju. E jona është I krijojmë kuadrat kualitative. E ne Po kemi ju, kriju kuadra tani kualitative. vjen pyetja, po ju Po tani. ju a keni kriju punën e juaj? Po ju të dashur Po. politikan, a do të japni dyert për këta kuadrat të cilat Ashtu, mund të themi I domethënë- kemi të shumt. Po I kemi të shumë, po shkupi me rrethin me 200.000, 200 e diçka mijë shqiptar nuk ka një kort fëmijëve, të cilën jam shumë I sigurt që Valbona mund të më udhëheq me shumë zell dhe me shumë dëshirë. E tash edhe nisin bëjmë do pyetje, se a ka bo dikush punën e vet, apo? Domethënë këtu është momenti. Paralelja dhe sot vazhdon të krijon kuadro të mira, të përgatisim për fakultete. Jemi krenar me emrat që punojnë muzikë, po dhe ata që nuk punojnë muzikë, realisht shohim që gjithë secili është në profesione respektabile, ushtron pozicion të mirë, e kështu me radhë. Harrova një tenor, tani më kujtua. Tenorin e Po, marrë, edhe harrova. shinasi, po, është tenor. Ta po dalim, po, po dalim po. më shumë. Do të thënë, duke kërkuar në reminiscencë, do dalin njerëzit sigurisht. Kur jemi tek institucionet, që nga ajo mosh kur unë kam qenë, do të thotë, në studimet të shkollës së mesme, është biseduar edhe hapja paraleles shqipe të fakultetit të muzikës në Tereza. E di që ajo është një temë e mbyllur dhe e haruar diku në sfond, U folu për fol, e foli politika, e tha, por... Të them të drejtën, apo ka më qenë një kanë ndër shpresat e mia më të mëdha që ndoshta do të bëhem një asistente, dikur ndoshta do të arrijë edhe ta marrë një pozicion të duhur, pasi që dirigjentët korale ishin pak në deficit më të madh. Si janë këto muhabete sot, profesor, si janë për krijuar orkestra të ndryshme, sepse ju jeni edhe një themelues I koreve, sepse ju keni vazhduar edhe studime tjera të kompozimit dhe të dirigjimit orkestral. Po. Dirigjimit orkestral, të cilat I kam pauzu për të shkaqe personale të viteve të fundit. Adesi, prap kthehemi te ajo momenti që a ka kry dikush detyrat e veta të shtëpisë ose detyrat e punës. Mendoj që hapja e një fakultetit muzikës në Nën Tereza, pra po thëmë, për shkupin me rrethin dhe kumanovën me rrethin në proporcion të popullatës është I nevojshëm. Po mendoj që para se gjithash a institucioni që u formu ansambli muzikor në Tetov du të merr jetë, shkupi me kumanovën du të kenë një ansambl të vogël, të përbashkët, kamertal, dej më 20-25 persona,
të cilët do të bëjnë koncerte, të cilët do të bëjnë një spektakël, tash nuk e di a guxojnë televizion koncertin e Yllit ta përmendi, se nuk i di si keni ato labels mos ti kryej probleme. Po, domethënë mos kryej probleme. Pse mos ketë orkestra të qytetit, ansamblit vogla që e përcjellin live, kupton? Domethënë nuk është vetëm ose ne si profesionist nuk duhet vetëm të servojmë muzikën klasike. Kupton, ose muzikën serioze. Domethënë profesionisti në muzikë duhet në të gjitha sferat. Qoftë muzikën pop, qoftë në jazz, qoftë në rock, qoftë në alternativ, në skenë eksperimentale kudo që tjetë, profesionisti, domethënë e bën dallimin, nëse mundim me thënë. Kështu që mendoj që fillimisht duhet të fokusohemi se ku do t'i kishim instaluar ato kuadra, edhe pse unë ndoshta do kisha levërdi personale për një fakulteti të tillë, po mendoj që nuk është ajo mënyra e duhur e të menduarit, nëse flasim nga aspekti shoqëror, apo? Nga aspekti shoqëror do të mendojmë se ku do t'i kishim instaluar ato kuadra. Unë u the që ta denusin orkestrën time, domethënë që e kam me krenarin bashkë që e kemi kamertalen, dhe realisht shohim që aty kemi ca kuadra të cilet kanë mbaru dhe po rinë nën hije, presin ditën. Kanë mbaru violinë dhe japin mësim lëndën e muzikës në shkollat mesme. Kjo është tragjike kjo. Si realisht virtuos i një instrumente. Kështu që vim në momente domethënë ku realisht po them, dikush tjetër mos tjetë ky emision tash. Mund të flasim në mëngjes. Pa dorashka do flasim, mund të kritikojmë edhe kushtetarët në fakt. Realisht është kërkesë dhe kritikun gjithmonë jam i hapur për kritikë pozitive dhe kërkesë. Po nëse dojmë ose nëse kemi dëshirë që të kemi kuadrë të mira dhe të na mbesin këtu, se kemi mbri disa tema me shoqërinë apo na mbesin rinia këtu. Që të kemi njerëz. Në të rinia këtu, domethënë duhet t'u hapim shtegje. Që moti është koha urgjente që të krijojmë infrastrukturë, por realisht duhet patjetër të krijojmë infrastrukturë jashtëzakonshme. Dhe një gjë nuk duhet matemi me bashkëqytetarët tonë, sepse ata janë 40-50 vite përpara, shkaku i dim konstelacioneve apo politike, ne duhet të shohim rrugën tonë, infrastrukturën tonë, gjërat tona, për atë nëse dikush na thotë po çaj ju duhet juve një ansambël Shkup Kumanov. Sepse ka patur kishte edhe një kërkesë, dëgjoja disa kritika të disa muzicientëve, kompozitorëve që kishin aplikuar në Ministrinë e Kulturës me projekte dhe aty thuhet duhet ketë shoqata 40 vite eksperiencë. 40 vite nuk i ka shteti jonë. Dhe janë disa kriteri të çuditshme që po ndodhin, po i lexoja, po nuk do i përmendim me emra, po janë disa kërkesa kështu me automatizëm të distancojnë. Unë kam qenë 2 vite antar në Komisionin për Muzikë në Ministrinë e Kulturës dhe në krijimin e politikave. Debatin kryesor që kam pas me muzicientën realisht që kemi qenë komision, Branka Kostić Marković, është edhe gazetari, besoj e njihni, ka qenë biseda e traditës. Kuptoni, tradita nuk blihet, më thoshte ajo mua. Shumë e vërtetë, tradita nuk blihet. Po vim te momentin ne kemi startu pi 2001-shit, pi 2000-shit e këndej. Të futemi në sistem. Ndërsa ata ka startu pi 50-ta. Kështu që gjithmonë kom insistu si antar komisionit të ministrisë atëhershme, Irena Stefuka, të zoja Irena Stefuka, që të bëhet një distancim në kriteret për bashkësitë etnike, ose për neve të thosin, dhe për bashkëqytetarët Maqedon, për të cilët gjërat kanë ecë ndryshe, për ne kanë ecë ndryshe. E njëjta është me atë që the, e lexova dhone jam në që po tregoj edhe një shembull vjet kur ndesh bëj. Më pak sa paradoksale si kërkesë që e kërkojnë, e di? Ndodh me vite të tëra. Jo, duket shumë e çuditshme, por nëse se i referohen 50, domethënë për 1950-s deri më sot, atëherë i bie që ne s'kemi histori. Ditëro, domethënë pra pecikun kur çema ato rat komision. Nuk mundeni ju këto kritere vendosën që mundësia e aplikantëve të jetë më e vogël. Kupton? Tash flasim sinqerisht. Po nuk është ideja. Unë vjet kum pas ose vjet nuk mund të konkurroj me një projekt, i cili nuk ka problem ta bëj atë taptash që kum dash të marr 12 këngë. Duke filluar pi Telex, duke filluar pi Agron Berisha, duke filluar pi mat vjetërve, ti përzimre këngëtarë të ri, domethënë bëjmë një spektakël dhe më shton që nuk mund të konkurroj sepse nuk kam 10 vite dhe nuk kam 2 CD-ja në muzikës pop.
Kupton? Shumë absurde kjo, a? Një kompozitor, një dirigjent, një profesor. Shtrej pyetjen tash unë do të thonë pse më duhet të kem 2 albume që të bëj disa aranzhmane të këngës vetëm 5 minuta. Kupton? Do të thonë që sipas mendimit tim memoria kolektive e shqiptarëve të Maqedonisë duhet ta ketë atë këngë, sepse vjen prej viteve, a i me çau dhe këtu? Po ka shumë artista që sot nuk kanë një CD-a. Këto informacione shumë shqetësuese. As pak nuk praktikohet më. Kupton, këto ka qenë kriteret e vitit kalum dhe për shembull një prej projekteve ka radhë dhe kanë vazhduar vetëm me projektin për ta denuncim. Kështu që mendoj që personat që krijojnë ta kritere duhet pak dalin më shumë terren. Por një thyerje, 2 thyerje, tjetër thyerje dhe ne do lëvizim prej këtij vendi. Po është vërtet. Se kjo është duket pak si tendencioze, domethënë në një farë lloj mënyre që edhe artit ta prekim në mënyra të tilla që të kërkojnë shtegje tjera. Fatkeqësisht, po, është e vërtetë, është. E frikshme. Shumë e frikshme. Kur flasim edhe tek dirigjimi, Vox Tenerumi. Ku mbeti? Vox Tenerumi ka qenë një është kori që ka marrë pjesë edhe unë, mirë po nuk ekziston më drejtëro. Mendoj, është në pauzim të themi kështu. Po, është në pauzim thellë. Realisht pikërisht për problematikat e njëjta ndoshta. Po, do të thonë 2019-ën kam shefe, do të thonë 2011-ën jam pas punsu. 2015-ën ma pa të mbesu korin e paraleles në gjuhën shqipe, do të thonë në udhëheq prej kolegës Shpresa Grupi ku pas marr atë. 2016-ën me kolegën Damian Tehu kemi kriju një farë projekti që ka pas emrin Simbioza. Kemi pas dhënë 8 koncerte në Republikën e Maqedonisë dhe një koncert në Dan Festivalin Prishtinë. Ka qenë një me këngë. Kjo ka qenë domethënë një mërshim këngat e popujve që kanë qenë domethënë konfliktin kalumën dhe aty me 2 këngë me bënim një. Kupton, domethënë edhe nëpërmjet një këngës interpretonim në koncertin e fundit që kemi pasur, shembull, a kanë ujë ato burime dhe ne si ko prodava e kullo çiftlikot, është një kompozim që buron pjati projekt. Apo 2 këngë të ngjashme harmonikisht dhe melodikisht dhe domethënë shkojnë paralelisht njëra me tjetrën. Ajo paraleja nuk kupton që ne nuk mund asnjëherë të jemi i njëjtë, po mund të jetojmë paralele njëra me tjetrën duke respektuar. Ka shumë simbolika. Jemi 2 paralele që ecin bashkë. Që ecin paralele, domethënë nuk i pengojmë njëri tjetrin. Kështu që 2018-19 duke bisedu klasa Valbonës, një klasë pak ma herët, dhe me thonë një gjenerat ka qenë jashtëzakonisht e mirë, po dhe gjenerat tjera prapa, duke bisedu me të rit, është formun një momentum ose një brum, një numër i trive që mund në formonim një korë. Edhe vjen të është si person, thot njani, profi të bojmë këta, dhe profi mu, edhe i vënon pyetjen vetes sa mos je egoist duke mos marrë diçka dhe thu hajde okay, po marrim një iniciativë. Po hapim tash hajde ta bëjmë. Edhe patëm fillu, domethënë me 36-7 persona, patëm mbajt prova diku te 3 muaj të mira, dhe problemi pa të ardhur konkursi në Ministrinë e Kulturës të atërshëm për mbështetje financiare, sepse duhet një mbështetje sigurisht. Sepse ka kore profesionale në palën tjetër, domethënë që paguhesh edhe në prova. Po, domethënë edhe provat kur mbahen të korit, domethënë paguhesh. Kështu që paralelja sikur po dhe njëkohësisht dhe njëkohësisht me projekte shumë të rëndësishme të cilat paguhen pastaj edhe me interpretimin në koncerte apo festivale. Jo, ideja është se popullata shpesh duhet ta kupton që muzicianti nuk jeton për entuziazmin. Artisti nuk jeton për vetë artisti. Mund të për entuziazmin, mund bësh një shfaqje, mund bësh 2 shfaqje në vit, për qef, për pikë qefit, për entuziazm. Po pjesën tjetër ti do sjellësh bukën të shtëpia, apo? Ne themi mendja sado e lartë të jetë në krijimtari, rënjët i kanë në stomak. Domethënë, barku mbosh shumë e bukur, rënjët në stomak. E tash domethënë 3 muaj këto 3 të reja pa të ardhur, apo? Kjo rini pa të ardhur prova vjen të një kohë që ti nuk mund të kërkosh, ku pasun e, mos përmend jam tash ish nxënëse që vishin Pikumanovës për provë. Që kanë udhëtime, kanë shpenzime të shumta. Rruga e tij është deri, kupton? Edhe patëm kërku, patëm marrë një mbështetje qesharake, jo as simbolike, ajo ka pas qenë qesharake. Unë kum pas ndal projektin, pas një mbledhje me teatri, kum pas thonë që fatkeqësisht ideja jonë dhe dëshira jonë si duket është me kohë për para prej realitetit ku jetojmë. Edhe kemi pas ndalë për atë arsye. Edhe kemi pas dhënë një koncert, kum pas shkurtu korin me atë çmim simbolik ose me atë sumë simbolike, kum pas zvoglu korin në dikun 14-15 persona, kum pas bërë një
koncert me disa nivele jo shumë të larta, sinqerisht thom, po prej natit që me kthyat shumë në Ministrinë e Kulturës, mos kthehet brava. Të realizohet realisht projekti. mos për kraja e Vox Tenerum, që për këthim për latinishtës vjen Zëri i Rinis, apo Vox Tenerum është e rinia, Zëri i Rinis, nuk u materializua prej tash ne kemi bë punën tonë. Institucioneve, sepse kemi patur edhe shqiptarë të cilët kanë qenë pjesëmarrës në për lloj-lloj komisionesh dhe në për pozicione shumë të mira, por fatkeqësisht në shoqërinë tonë ka një thënie këtu, konkretisht në Shkup, po dëgjoj që thuhet që muzika është haram. Nuk e di a keni dëgjuar këtë. Po flitet e po përflitet. Është një tabu e çuditshme që mendoj që po shqetëson gjeneratat e reja. Shkupi po Shkupi është në mendoj që krejt bota sot është në debat ekstrem. Shif në Amerikën. Ka një zhurmë të madhe. Shif në Amerikën Mirë ka shku e Majta. Bardhë dhe zë. E Majta ka shku do me thonë larg në ekstrem dhe djatha në Amerikë ka shku do me thonë prek fashizëm, ndërsa e Majta prek nuk e di shka atje në fund. Dhe mendoj që kjo reflektohet edhe të neve, të ditë që na jemi të lidhë me kulturën perëndimore, deshtëm apo s'deshtëm, fetarës e jo. Dhe kjo na bjen në ca debate që realisht janë lanë shumë për të dëshiruar. E çuditshme çfarë kohë dhe çfarë sistemi po jetojmë. Keni një ligjërat të mirë të një dietari Hamza Yusuf në YouTube. Ai citon dhe transferon edhe ajetet kuranore dhe hadithin e profetit ton për damet që mund sjell muzika. Do me thonë ai fol për damin që mund sjell, fol për forcën e muzikës mbi trupin ton, forcën e muzikës mbi mendjen ton, dhe bën dallimin e asaj se si besimtari duhet të ketë kulmin e vetdijes dhe si kjo mund ta ndikon. Po askund nuk flet për ndalesa. Dhe këto ke që interpretime të cilët po u bëjnë një shpërndarje trupit. Edhe si të vim të kjo e jona që kemi mbri sot të kjo niveli jetesës që e kemi fatkeqësisht, është shumë problematike ta sharosh këtë. Ta rekomandoj është dikun 13 minuta në YouTube. Doja me është aq i saktë dhe i pastër, sepse realisht ne në besim e kemi, dhe me thonë, besimtari musliman do të arrin kulmin e vetdijes, apo do të jetë gjithmonë kontroll të vetdijes, ajo është qëllimi kryesor, dhe ai fol, dhe me thonë, si dietarët e kaluam bëjnë, do me thonë, rreziqet se si mund ndikohet vetdia, apo në momente caktuara. Po këtë nivel ta instalojmë të debatet që thotë është shumë problematike, sepse janë njerëz të cilët si shablon i perceptojnë këta dhe mund të jenë të instaluar në Ministrinë e Kulturës se në për pozicione të ndryshme dhe nuk i perceptojnë ashtu siç duhet, nuk e dinë esencën e asaj. Është kjo dhe është ajo tjetra, fatkeqësisht, është edhe mohabet pak kështu i zi, po është ajo tjetra që egoizmi në shoqërinë tonë ka mbrin maksimum dhe persona të caktuar në pozita të caktuara mendojnë vetëm veten e kështu me radhë. Unë mendoj që më shumë është tjetër. Mund të jetë edhe kjo. Po edhe mund të themi që është ta mbarojmë me Vox Tenerum që tha Balbona, se nuk kemi ndalë me krenarin 2020 të nisën kemi fillu Vox, kemi fillu ta denuncin orkestrën hardcore që kemi pretenduar ta bëjmë me instrumentalista shqiptar. Harqe punojmë me ta, sot kemi mbet gjys shqiptar, marrim edhe të palës tjetër Macedon, sepse shqiptarë edhe nuk kemi aq. Jo që na e ndalë punën, neve prap punojmë, me 27 tetor është koncerti i orkestrës Tadenus me kompozitor shqiptar, me muzikë shqiptare. Këtë muaj? Këtë muaj, kështu që ja do të kemi një event në gjarje tjetër. Juftoj të vini, kemi do ta riftojmë sërish profesorin. Po, kemi një program bukur, jashtëzakonisht bukur, luajmë Lorencin, luajmë në simfoni për harqet Femi Ibrahimit, luajmë suitën nga baleti Delina Çesku, Çezadeas, është jashtëzakonisht një program i mirë, që nuk është që na ndalon neve, ne vazhdojmë punën, vazhdojmë të luftojmë, vazhdojmë të punojmë, po realisht mendoj që kur po vim te kjo mbështetja e një muzicienti, një artisti, e sidomos një triut, i cili si e përmendë shumë lehtë thehet, pak si çelën gjatë. Unë kam edhe një fakt të gjallë, do më thonë, kam një mikun tim Trimor Dhomin, kompozitorin në Kosovë, i cili ka aplikuar disa herë në Ministrinë e Kulturës me një vepër që e ka komponu dhe për shumë vite radhazi nuk është pranuar dhe aplikoi në Vjenë, në Filharmoninë e Vjenës
Dhe ju pranua. Kemi shumë artistë të kemi tillë edhe në vendin tonë Kemi që shumë gjëra paradoksale, domethënë Mendoj në që vend e ke ndëgju është edhe egoja. edhe Ram Lahaj që ka Edhe Ram, treguar që i kanë thonë ti le muzikën se si e për këtë punë. E tash ku është Ram Lahaj sot nuk mendoj që nuk ka nevojë. Kemi që është një ambasador. Ne kemi fat. Po bëhet ambasador. Ne kemi fat që ai vjen dhe performon tek ne. Po. Sepse e ka të drejtën që mos të kthehet asnjëherë. Pas një komenti të tillë. Pas Po. Ditëra, e disi është puna çështje në art çështja e artit është e çuditshme. Valbona është unë për veti, shembull në shkollë të muzikës asnjëherë nuk përdori terma me nxënës sa lekë drejtim, pse ke art këtu, ose nuk je për këto, edhe pse shoh të dikush që realisht mungon talenti. Mungon etika e punës, mungon. Ajo lista e mungesa asnjëherë nuk e marr Valbona din shumë mirë, asnjëherë nuk e marr drejtimi të drejtën mi thon le. Pse? Ajo një sust është tunalt që mund të më ardhë me 17 vjet, që mund të më ardhë me 18 vjet. Në art ashtu është. Nuk i dihet. Asnjëherë ti nuk i dihet se ti mund t'i thush si 15 vjeçar, ti nuk je për këtë punë, mundet me 20 vjet ajo tring këtu mi vadhet. Realisht ta jetën dush me hangër fjalët e tuaja, si mas i më dëmës. Është shumë diskutabile në art, nuk është e njëjta si në biznes, si në ekonomi, se aty do me thonë gjëra të prera atje. Çështje numrash. Apo do me thonë aty prera. dihet që nëse e ke nisë me mbrapa ose në drejtësi, ti nëse nuk i ke lexuar ato drejta romake greke, s'di çfarë janë ato drejtë 1 milion aty, ti je mbrapa. Kupton? Do me thonë në art ti nuk e din asnjëherë. Kështu që këto termat absolute në art janë goxha problematike. Dhe për çat në art vjen gjithmonë kualitativja, vjen individualja, duhet neve shpesh na Ministritë të Kulturës prapë kthejmë kur ishim na kërkojshin rezultate kuantitative. E na vishim te ministresha atë që ishte me profesion historian e thonim në histori ti mund kërkosh numra kuantitativ. Art nuk mundesh këtë muzikën ti, nuk mundesh artin, domethënë gjithçka me përmbyll me. Apo domethënë duhet patjetër individualizmi, ndjenja e mirë, ndjenja pozitive, shtysje ndaj kolegut, ndaj tjetrit, arti funksionon vetëm në atë mënyrë. Në momentin që realisht nuk është ky ambient, e gjatë pastaj çaloj, dhe ti ke shembull prapë pecike edhe një kontradikta të tipit mos u merr me muzikë, një këngëtare që sot bukvalisht ka shkel gjithë secilin për operave më të famshme botërore. Ku ti realisht Ditëro mos të kesh kuptuar, që nuk mund. Që aty me hyje një vditërojnë, aty ne kam djalë pizhës, që aty një baçënokin e ka një farzande. Ti je ai që del përballë spektatorit dhe duhet të dëshmosh. Lutem shumë. Dhe a meriton duar troketin apo jo? Lutem shumë bollshoj, domethënë ti nuk mund të këndosh por nëse nuk je këngëtar sigurisht. I cilësisë së parë. I cilësisë së parë, a? Shumë filtra jetësore duhet kalosh për të mbrirë në bollë teatr ose kudo qoftë. Duhet të kaloj pak tek inspirimi, sepse inspirimi për një artist është mjaft i mirë dhe të gjithë kemi ndonjë kompozitor të preferuar. Dhe unë mbaj mend një detaj shumë interesant të profesorit që ka pas në rington Igor Stravinskin, The Rite of Spring. E ke ende? Firebird i ka qenë. Firebird i ka qenë? Firebird i ka qenë finalja e Co-Spaced Firebird. Është Firebird apo që vjen shpendi zjarë, nëse e përkëthejmë Shqip, është inspirum prej ku Stravinsky inspirohet prej Feniksit, apo? Nëse marrëmi simbolikën e Feniksit, e dim që Feniksi si zog digjet, apo pastaj prej të mbetura ose prej hirit, rinjallet prapë. Mendoj që ajo është shumë e mishnume me një artist. I cili funksionon me periudha, apo mendoj që ka vjen ajo çështja e krijimtarisë. Vjen çështja e krijimtarisë, vjen çështja e inspirimit, vjen çështja e djegjes, vjen çështja e hirit. Mendoj që krizat janë gjithashtu një cikël i cili çdo artisti ndodh. Se fillon prej pikës 0, të themi, niset, rritet, zhvillohet, krijon premierën dhe pastaj digjet. Dhe ky është një rreth vicioz që i ndjekën zakonisht artistët në përgjithësi. I duhet edhe errësira gjithmonë një artisti për të ballafaqoar pak a shumë me vetveten. Edhe për të kërkuar inspirim. Edhe për ta kuptuar dritën. E vërtetë. Ja i duhet errësira që ta kupton dritën, rëndësinë e asaj. Po, t'ia ditë rëndësinë e dritës. Kështu që realisht Bachut, kompozitorëve të tjerë, cili është një ndër profesorët që kështu e keni gjithmonë all time favorite. Favorit. Po, ka qenë është mbetet Beethoven, dhe si një person që realisht
Jeta aty është shumë e dhimbshme, domethënë, shoh shpresë në njerëzimin kur realisht atëherë nuk ka pa shpresë. Me ky domethënë ka pa shpresë aty ku realisht nuk e shef askush. Ku realisht Evropa në atë kohë, apo vim kohën e revolucionit francez, ku është një kasapane e madhe dhe ti dalsh me atë kohën e fundit simfonisë në anë, t'i japsh njerëzimit që ti mundesh që ne populli duhet, vox populli, apo e kështu me radhë, mendoj ajo forca e brendshme atina është diçka që sot e sot. Do ka një prekje nga dikush dhe i superfuqi, që ka dhënë atë inspirim për të krijuar. Patjetër. Duhet të ketë një gjë. Beethoveni thotë që muzicianti është shumë afër Zotit se sa çdo njeri tjetër. Domethënë ka një pi citateve tina. Unë mendoj që ata persona janë në kuptimin e mirë të fjalës, është mos kesh kuptohem, janë persona abnormal, janë persona binormale, me inteligjencë binormale, me ndjesi binormale dhe për atë muzika e tyre është Funksionon, ndryshe, vazhdon të jeton, të ata janë tru genial të cilët mendoj që ne sa do mundohemi t'i lexojmë, t'i kuptojmë. Sot 300.000 kompjutera e drejtë që gjëra është e kodë, sepse truni atyre ka funksionuar ndryshe. Kjo është mendimi jemi personal. Pi asaj sa ku më arrit unë ta kuptoj. Duhet gjithmonë t'i analizojmë me një humbleness, me një kështu, sepse ata janë një dimension tjetër. Ky është mendimi jemi. Unë do të thoja që Beethoveni është, të themi kështu, shpirti i muzikës, ndërsa Bahu është struktura. Po, ajo është e vërtetë, Bahu vendos gjithçka nga aspekti struktural. Vendos gjithçka nga aspekti që na jetojmë edhe sot. Na i vështirësoi të komplet jetën. Po, apo një muzicianti po. Johann Sebastian Bach është ajo puritura e pastër, ajo struktura e gjithçkajt, ajo infrastruktura e gjithçkajt, pastaj gjithçka që vjen mbrapa atyre. Pas ti fillojnë Ka shumë kompozitorë të cilët edhe kompleksohen për muzikës së tij. Një prej tyre është edhe Liszti, Franz Liszt, Mendelssohn, kur hasin muzikën e Bachut, muzikat ose veprat e veta ju dokën si unë si jam të vogël që Mendelssohn thotë bukfalisht, nuk thotë çfarë pas na shkruajti tash është e kohë. A ka shkruajt në koncertin për violinë Emole ka shkruar mendoj me 14 vjet. Ndërsa kur takon muzikën e Bachut, unë shka pas kam shumë. asnjë gjë s'kam bërë. Që kam një hiç. E kupton kjo humbleness e Mendelssohnit ndaj tjetrit, kupton? E mendoj çik. Mungon një gjë e tillë. Shpirti Njerëzimit sot që mi mungon, i kanë mungon, por si thon, aty ku gjuha ndalon, gjithmonë muzika fillon. Po, është e vërtetë. Edhe unë mendoj që kemi një empati, të paktën të themi shekullin e fundit, një empati selektive, gjë që më parë nuk ka ekzistuar. Është shumë e vërtetë, pra po Peceki, Valbon, do me thonë nëse flasim për Beethovenin, shumica e marrin muzikë mirën me momenti kur ka hapur dëgjimin, s'di çka arrogancën e tij personale, se ka qenë pak person kështu i por realisht askush nuk shef humanitetin e tij. Do me thonë ai ka dhuru sot, ka dhuru botës. I ka dhuru sot hymnën e Bashkimit Evropian. Po, do me thonë i ka dhuru idejen që realisht ne mundemi. E atë ide të Bashkimit Evropian që jetojmë sot da e ka kuptu në atë kohë. E realisht mendoj që për ato lloj personave duhet pak perceptimi i tij prej atij dimensioni për kohën e sotme, edhe në të ardhmen sigurisht që do të funksionojë. Gjithmonë, profesor, ne jemi në minutat e fundit, kështu dhe një mesazh për tash mesazh. Shumë herë për mesazh. Po ne me datë 27 do të shkojmë gjithsesi ta ndjekim edhe koncertin dhe shpresoj që do ta kemi edhe një herë profesorin ose do të na sugjeron diçka tjetër që ta kemi. Marrim një deklaratë kështu me emocionet e koncertit. Nëse ju prezent do ta kemi me video material. Unë ju pres me shumë dëshirë orkestri, presoj ju pret me shumë dëshirë. Koncerti do të jetë në Dallë Pashinama, në një sallë jashtëzakonisht e mirë e koncerteve. Një mesazh jo, po një është dita e muzikës, ne folëm sot për problematikat realisht, po ju kisha sugjeruar prindve të ri regjistroni fëmijët në muzikë. Qoftë ajo edhe për hobi. Patjetër për kulturë të përgjithshme. Jo për t'i bërë muzicient, po për zhvillimin e sistemit kognitiv, për zhvillimin e motorikës në duar, për zhvillimin e motorikës në këmbë, për 300.000, do me thonë, benefitet e cilët sot folin shkencëtarët që luajtja në instrument ose këndimit i sjell, do me thonë, ajo në muzicient. Rritja e serotoninit dhe dopaminës nëse punon në një ekip muzikor është me të vërtetë e papërshkrueshme, kam përjetuar disa herë dhe më mungon shumë.
Mirë po, një gjë e tjetër që përmendat në fillim të emisionit ishte edhe arbiterapia, një ndër terapiat që praktikohet edhe Sa shpejt na iku kohë, Valvan. Shumë shpejt. Shumë shpejt. Do të atë që zgjash dhe Duhet të zgjatim, por ka që kemi kohën të limituar për shkak të programacionit. Profesor, faleminderit shumë për ditën, për Shumë përkushtimin. faleminderit. Pas të jetë, muzika do të ketë jetë, po pasim jetë shumë të gjatë për të përjetuar shumë gjëra. Pasim një jetë net, kënaqemi me që të muzikë. shijojmë sa më shumë.